Allahu shpërblet hosh për dersin, Allahu nderoft. Kanë ardhur disa pyetje gjatë transmetimit live, ka shumë për atyre që na ndjekin, pyesin se ku më adresu pyetjet. Pyetjet mund të adresu në Telegram, e inshallah i lexojmë. Ka hoç pyetje që po vijnë me gabime në shkrim, mirë po na i lexojmë ashtu original që vijnë pyetjet. Allahu shpërblet. Pyetja e parë, Assalamu alaikum hoç i nderuar, a lejohet me bo haxh apo umre ai që ka kredi, Allahu i nderoft. Aleikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nëse haxhi dhe umra bëhet me parë të kredis nuk lejohet. Kurse nëse ky ka kredi për diçka tjetër, po për haxh ose për umre i ka parë të veta që i ka fituar halal, lejohet. Domethënë, nëse një besimtar ka marrë kredi për diçka tjetër, kur diun me blekera diçka. Po tash i ka parët e veta të fitu me halal për me krye haxhin, ky lejohet me shku me krye haxhin dhe haxhi është i pranuar inshallah. Ose umre. Kurse nëse haxhi dhe umre bëhet me çeto parë që e marr me kredi, kjo nuk lejohet. Wallahu a'lam.